se që nga fillimi, seancën e marrjes pyetje, si të pandevojës. Prokurori ne kam budje, ka shku nga ajo që më ta pranoj fajsin, duke më faktikisht e konsideroj si një kërcënim kur thot se vite i dikon gjona, se une pa tjetër do të denona ma tepër se 5 vjetë, në qoftë se nuk e pranoj fajsin, edhe në fond, prezencën avokatës, edhe policia ka qenë, kur ka thonë, vetë mund ka thonë, se jo keni me qëndru në para burgen, me qenë se nuk pe pranoni fajsin. Nuk e të vërteta që i tha, njën që e tha. Unë edhe sot i garantoj prokurorës dhe jo vetëm sot, për gjithëve. Marrëveshja për pranimin e fajsisë është një institut. Nëse unë e një ligjen, për të njëjtën çështje, dikush që është ofruar në cilësinë e personit bashkëpunues, pra dëshmitarit bashkëpunues, nuk mund të procedohet në cilësinë të pandehur. Pra nëse unë e një ligjen për të njëjtën çështje. Në rastin konkret, kemi amnestim për çështje të tjera, pra tregti mes prokurorisë dhe dëshmitarit bashkëpunues.